Shumë të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës. Sot në Tiranë, për herë të dytë me radhë, bëhet samiti i Komunitetit Politik Evropian. Me këtë rast, dua të përgëzoj kryeministrin e Shqipërisë, zoti Edi Rama, për punën e jashtëzakonshme në këto 4 vite, duke afruar Shqipërinë më shumë me Bashkimin Evropian. I urojmë suksese të mëtutjeshme në realizimin e objektivit ton të përbashkët, Shqipëria në BE deri në vitin 2030. Por në këtë ditë të rëndësishme për të ardhmen e rajonit dhe të perspektivës tonë europiane, me plot të drejtë shtrohen pyetje që na brengosin të gjithëve. Ku ka mbetur Kosova në rrugën europiane dhe cilat janë arritjet e shtetit tonë në këtë drejtim në këto 5 vite? Fatkeqësisht, këto janë pyetje që nuk kërkojnë edhe shumë analizë nga ne, sepse përgjigjet I dim thuajse të gjithë. Rruga europiane e Kosovës jo vetëm që ka stagnuar, por ka pësuar regres. Vetëm 2 ditë më parë, secili nga ne këtu me shqetësim të madh, pam se Kosova humbi edhe një tjetër rast historik për antarësimin në Këshillin e Evropës. Një mundësi për më shumë se një dekadë që është punuar nga qeveritë e mëhershme me një përkushtim të madh, sepse e dim që antarësimi I Kosovës në Këshillin e Evropës është hapi kryesor drejt integrimit evropian, forcon pozitën ndërkombëtare të shtetit tonë dhe ofron garanci për të drejtat e qytetarëve tonë. Por, për herë të dytë rresht, kjo mundësi u humb. Edhe kësaj here erdhi si rezultat I drejt për drejt dhe arrogant I qeveritarëve në IKE që kanë marrë peng institucionet e Republikës së Kosovës. Shumë të dashur qytetarë, në një kohë kur liderët evropian janë mbledhur në Tiranë për të diskutuar të ardhmen e kontinentit, për fat të keq, të gjithë pa përjashtim janë pajtuar që Kosova të vendoset në masa apo sanksionet të Bashkimit Evropian. Ky është ndëshkim për qeveritarët e Kosovës, por një dëm I madh që I kushton Kosovës dhe ju bëhet qytetarëve të saj. Situata në cilën është futur Kosova nuk është vetëm një dështim diplomatik, me pasoja të rënda dhe të prekshme. Kosova dhe qytetarët e saj sot po humbin qindra miliona euro ndihmë e mbështetje nga Bashkimi Evropian, po thellohet izolimi ndërkombëtar dhe po ndalet procesi I integrimit dhe I njohjeve të reja për shtetin e Kosovës, dhe çka është më dëmshme është se është shkatruar imazhi I Kosovës si faktor sigurie dhe stabiliteti në rajon. Për 5 vite të plota, Kosova nuk ka shënuar asnjë njohje të re nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por nuk është shënuar as edhe një hap sado I vogël në këtë drejtim. Ministria e Punëve të Jashtme është kthyer në një institucion të paralizuar, pa strategji, pa aftësi për të udhëhequr politikën jashtme. Pra Kosova jonë sot është me politikë të jashtme jo ekzistente. Të gjitha këto dështime kanë një adresë të qartë, një qeveri e dobët, e korruptuar, pa vizion dhe pa plan. Një qeveri që në vend të bashkëpunimit ka zgjedhur konfliktin, në vend të dialogut ka zgjedhur arrogancën, në vend të përgjegjësisë ka zgjedhur justifikimet dhe jo seriozitetin. Dhe sikur këto të mos mjaftonin, sot jemi dëshmitar të një situate të paprecedent. Më shumë se 3 muaj pas zgjedhjeve të nënshkurtit, qeveria aktuale ka marrë peng institucionet të vendit, duke bllokuar formimin e kuvendit dhe të qeverisë së re. Kjo sjellje po e çon vendin drejt një krize të thellë, kushtetuese dhe institucionale. Kosova sot është e vetmuar, prandaj është koha që Kosova të ketë një qeveri që punon për interesat shtetërore dhe interesat e qytetarëve të saj. Kosova ka nevojë për një qeveri e cila rikthen besimin te faktori ndërkombëtar, I cili është jetek për të shtyer përpara proceset e rëndësishme për integrimin euroatlantik të Kosovës. Kosova meriton më mirë dhe qytetarët e saj meritojnë më shumë. Faleminderit. Era fojt qeverisë në detyrë për mosantarësimin në Këshillin Evropian, po na e dim që ka pas rekomandim që nga juristët eminent, që nga raportuesja për Kosovën, që janë plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret, por me u ndërsu me gjithatë kjo s'ka ndodhur. Po të që po thoni që fajtore është qeverisja 5 vjeçare,
apo në nga spjegu çka e zhdesht me u bo ndryshe deri tash, ose çka do me u bo prej tash e tutje që me ndryshu situata, cilat janë ato që ju ishin të udhës me ndodhë. Tani keni parasysh faktin që unë kam qenë pjesë që ka përfaqësuar delegacionin e Kuvendit të Kosovës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku kemi marrë pjesë në gjitha takimet dhe kemi qenë jashtëzakonisht bashkëpunues në këtë drejtim, sepse e dim rëndësinë e këtij institucioni. Kanë qenë disa kushte të cilat janë vënë Kosovës që të plotësohen para dërgimit të agjendës finale të Komitetit të Ministrave dhe pas aprovimit që është bërë nga Asambleja Këshillit të Evropës, pra Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Pavarësisht faktit që raporti i cili është dorë nga kjo asamble nuk është raport që ligjërisht është i obligueshëm për Komitetin e Ministrave, mirë po premtimet të cilat janë dhënë shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, ato duhet patjetër që të realizohen në mënyrë që Kosova të jetë anëtare e plotë në Këshillin e Evropës. Tani, si kusht i parë dhe themelor që ju kërkoni ta dini është që t'jeni shtet i besueshëm dhe shtet kredibil për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. E mbi të gjitha, në asnjë mundësi Kosova nuk ka që të jetë shtet anëtar i Këshillit të Evropës, përderisa është shtet në masat të Bashkimit Evropian. Tani, kjo është mbledhja e cila është marrë në Paris, ku komplet delegacioni i Kosovës kemi qenë anëtar. Kryetari i grupit parlamentar të EPP-s nuk e ka thënë në cilësinë e kryetarit të grupit, por e ka thënë në cilësinë si deputet i cili e ka vlerësuar që Kosova nuk duhet të jetë në agjendë. Çka është fatkeqësi, është që të gjithë anëtarët tjerë janë pajtuar me propozimin e kryetarit të EPP-s, i cili vjen nga Spanja, pra që është shtet jo njohës për Kosovën. Si deputete e Kuvendit, anëtare e Partisë Demokratike, kam parë me shqetësim faktin që shtetet me ndikim në Bashkimin Evropian kanë qenë në favor të propozimit të kryetarit të EPP-s, pra që Kosova të hiqet nga agjenda e diskutimit lidhur me statusin dhe jemi të folë brenda Asamblesë Parlamentare, jo në Komitet Ministrave, sepse janë dy organe të ndryshme. Tani nuk është vetëm një kriter që është kërku, janë disa kriteri që janë kërku. Mirë po kriteri kryesor është që t'jeni partner i besueshëm si shtet për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, sepse lypet një lobim dhe lypet votë nga gjitha shtetet që janë anëtare në Këshill të Evropës dhe shumicën prej tyre janë shtetet të cilat ne kemi marrëdhënie diplomatike me to, janë shtetet të cilat e kanë njoft Republikën e Kosovës, kanë qenë gjithmonë lobuse për ne, përderisa sot janë lobuse që Kosova të mos jetë në agjendë që statusi i Kosovës brenda Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të mos avancoj, pra janë këto shtete të njëjta dhe ne duhet që të kemi pikë pare marrëdhënie të shëndosha me aleatët tonë, të cilët kemi pas edhe më herët, dhe pastaj të plotësojmë edhe kushtet e tjera, të cilat janë vënë, mirë po jo me dojmos, këto kushte do të jenë të njëjta kur ne kemi një qeveri të re.